La 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 la. Jam Ajna. La 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 la. Unë jam Beni. La 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 la. Dhe unë jam Selma. La 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 la. La 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 la. Fëmijët janë dritë, ata ta bëjnë jetën më të bukur. Kot nuk thonë, kush edukon një fëmijë, edukon brezat që do të vinë. Edhe mirësjellja, edhe edukata zën vendin kryesor në jetën e njeriut. Në një thënie profetike thuhet se fëmijët janë dhurat nga Zoti. Gjyshja ime kur flet, nxjerr perla nga goja e saj. Ajo është shumë e mirë dhe unë e dëgjoj gjithmonë atë. Por gjyshi është akoma dhe më i mirë. Në fjalët e tij ka urtësi dhe mençuri. Këshillat e tij gjithmonë më gëzojnë. Ai më tregon histori nga të dërguarit e Zotit dhe mesazhe profetike. Ato janë histori që Zoti na i tregoi në Kur'an. Histori që të ndryshojnë jetën dhe të bëjnë më të bukur. Një nga gjërat që më pëlqen në Kur'an është mirësjellja. Mënyra se si ne duhet të sillemi me shokët, si të kujdesemi për ta dhe si të mos zihemi kurrë me ta. Unë e dua shumë Selmën. Ajo është shoqja ime më e mirë. Çdo gjë ajo e ndan me mua dhe gjithmonë sillet mirë me shoqet e saj. Një nga gjërat që më pëlqen më shumë te Ajna është se ajo mëson shumë çdo ditë dhe merr gjithmonë nota të mira në mësime. Dhe kjo më bën që ta dua dhe të rri gjithmonë me të. Ne jemi shoqe të mira. Mua, gjyshja më këshillon gjithmonë që të sillem mirë me shokët dhe shoqet. Dhe më thot: Bia ime, sillu mirë me njerëzit, fol me ëmbëlsi, trego kujdes me ta. Trego mirësi në sjellje dhe në të folur, mos u sill ashpër me asnjërin. Dhe nëse ke mundësi, ndihmoj, sepse sjellja e keqe i lëndon njerëzit. Sillu me butësi dhe trego sjellje të mirë sepse shokët dhe shoqet do të duan më shumë. Njerëzit të largohen nëse hidhërohesh me ta dhe nuk tregon butësi. Njerëzit të largohen nëse shfaqesh i ashpër ndaj tyre. Nëse nuk ju shfaqesh i buzë qeshur dhe nëse nuk tregohesh besnik ndaj tyre. Sa më pëlqejnë këshillat? Po, edhe mua më pëlqejnë vërtet. Sa më mirë të sillemi, aq më shumë do të na duan. Po, sepse mirësjellja dhe butësia të bëjnë të thjeshtë dhe të lirë. Vajzat e mia, sa më pëlqen kur ju dëgjoj të flisni kështu. Kot nuk thonë kush ka vajza ka botën. Ju lumt që mendoni kështu dhe e doni kaq shumë njëra tjetrën. Dashuria për njerëzit dhe mirësjellja është diçka që Zoti na e mëson. Gjyshe, as më thua, çfarë do të ndodhte nëse unë do të isha e ashpër me njerëzit? Ata do t'i dheroheshin dhe do të largoheshin prej teje. Këtë sjellje Zoti nuk e do. Edhe në fjalët profetike thuhet se ashpërsia dhe vrazhdësia është e ndaluar. Edhe mua nuk më pëlqejnë njerëzit që bërtasin dhe sillen keq. As unë nuk i dua. Dhe gjithmonë shokëve kur bërtasin, u them që të sillen mirë. Edhe unë i kam inat njerëzit që sillen keq dhe u rri larg atyre. Unë dua vetëm ata që janë të mirë, që sillen mirë dhe
dhe që dëgjojnë prindërit e tyre. Shumë bukur fëmijë. Edukata dhe mirësjellja janë qelsat që të fitohet parajsa, dhe Zoti na këshillon të sillemi mirë. Pra fëmijë, mos harroni, gjithmonë silluni mirë me çdo. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.